Autoritetet e Kosovës arrestuan 7 persona të nacionalitetit serb në Graçanic në ndyshimet për ushtrim presioni, kërcënime dhe shantazhe ndaj votuesve para zgjedhjeve të 7 qershorit. Ministri i Ndërtyrë i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçlla deklaroi se veprime të tilla cënojnë pluralizimi politik dhe rendi demokratik në vend dhe akuzoi strukturat e mbështetura nga Serbia për ndryrje në procesin zgjedhor. Prokuroria themelore në Prishtinë bëri të ditur se 5 prej të ndaluarve po hetohen për vepër penale cënimi për caktimit të lirë të votuesve, mbas raportimeve publike dhe pretendimeve të ministrit për komunitete dhe kthim Nenad Rashiq. Ky i fundit kishte denoncuar presion ndaj mbështetësve të partisë së tij për liri, drejtësi dhe mbijetesë, duke pretenduar se 10 persona janë larguar nga puna për shkak të bindjeve politike. Rasti mori e hon pas disa punojës të institucioneve serbe të arsimit dhe shëndetësisë në Kosovë deklaruan publikisht se janë përballuar me largime nga puna dhe presione politike për shkak se nuk i mbështesin listën serbe. Këto institucione funksionojnë në sistemin e Serbisë dhe vazhdojnë të mbeten prej strukturave paralele në zonat me shumicë serbe. Nga ana e saj, lista serbe i cilësoi arrestime si integrimi i dhunshëm të institucioneve serbe në Kosovë. Zyrtari i saj, Igor Simi, tha se në shënjestër janë vendosur drejtues të institucioneve arsimore dhe shëndetësore dhe akuzoi autoritetet në Prishtinë që po përdorin procesin për qëllime politike dhe në favor të Rashiqit. Reagime pati edhe nga Serbia, së vend kryeministri dhe ministri i brendshëm serb Ivica Dačić paralajmëroi masa ndaj kujtdo të cilit ka marrë pjesë në arrestimin e drejtuesve serb në Kosovë. Përplasja vjen në prag të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, ku lista serbe dhe partia e Rashiqit do të garojnë për votën e komunitetit serb në Kosovë.